Takimi me vajzat e gratë e Gjilanit zhvilloi të martën kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të komunës Riad Rashiti. E pranishme ishte edhe sekretarja e PDK-s Vlora Qitaku, e cila në formë të një këshille miqësore për Rashitin tha se duhet dëgjuar kërkesat e grave, pasi sipas saj ato janë në të vërtetë kërkesat e komunitetit. Në takim u prezantuan edhe 14 kandidatët për asambliste që janë pjesë e listës së PDK-s për zgjedhjet për kuvend komunal. E sipas Qitakut, kandidati i PDK-s për kryetar të Gjilanit, Riad Rashiti, është njeriu i duhur për t'i adresuar kërkesat e grave. Rashiti premtoi se 2% e buxhetit vjetor të komunës do e ndaj për fuqizimin e grave në rast se merr besimin e qytetarëve të Gjilanit më 12 tetor. Takim me gratë të martën ka mbajtur edhe kandidati për Prishtinën, Uran Ismaili, ai për Mitrovicën, Arjan Tahiri dhe ai për Kaçanikun, Sabedin Vishi. Kërkesat e grave nuk janë kërkesa luksi. Me kërku me pas qerdhe për fëmijë nuk është luks. Me kërku me pas ndreqim në për rrugë, në mënyrë që ne krejt të ndihemi të sigurta derisa shkojmë në shkolla, në puna, në shtëpi, nuk është luks. Me ecë pa frikën e qenve e ndacak nuk është luks. Gruaja, kur bën kërkesa, karshi pushtetit, asnjëherë nuk i bën vetë si gru. I bën edhe si nanë, i bën edhe si motër, i bën edhe si bashkëshorte. Ke parasysh që kërkesat e grave janë kërkesat e komunitetit. Do të ketë subvencionim 75 euro në muaj për çdo fëmijë që nuk mund të sistemohet në qellet publike, po që të shkojë në qellet private. Dhe kjo është një lehtësim jashtëzakonisht i madh sepse hapësirat apo vendet në qellet publike janë të kufizuara